Përshëndetje TikToku. Ritakojmë sërish me Piaggio Beverly 350 viti 2016. Pra, Piaggio Beverly 350 është një nga motorat më të fortë, më të mirë dhe më solid. Teknologjia e Piaggios na ka treguar që Beverly 350 realisht ka bërë një super zgjidhje dhe një super invencion me nxjerrjen e grupit me freksionin brenda në vaj. Pra, jo të gjithë motorat e kanë këtë, e ka vetëm Piaggio Beverly 350. Në rastin konkret ne do remontojmë kamjen dhe freksionin e vaj që e ka brendësinë e tij, që e ka një lloj si makinë. Në rastin konkret shikoni pra se si janë ndjekur kuzhinetat e brendshme komplet kamjes, që janë gjitha për të ndruar, dhe për të bërë këtë shërbim duhen hiqen të gjithë ingranazhet që dalin. Shikoni pa brenda si ka punuar zi, ster, dhe normalisht për të bërë remonti tamam, këto duhet të ndrohen të gjitha kuzhinetat. Ja para heqim bashkarisht, ky është freksioni i kamjes. Disjet dhe disjet janë në brendësi të këtij aparatit këtu. Shikoni pra kuzhinetat, edhe pjesa brendshme këtu është nxirr dhe kapaku i kamjes është totalisht nxirr. Në rastin konkret do ta remontojmë me freksion rryp malosi të gjithë si do ja vendosim malosi. E shikojmë bashkarisht. Ky është variatori i Piaggios Beverly 350. Ky është rrypi i malosit. Ja dhe freksionin e vajt. E shikojmë pra bashkarisht se si është i malosit. Shikojmë pra është me disje, specidisje komplet seti. Ndaj, këto motora janë specifik. Dhe vajin e motorit e duan specifik, edhe vajin e kamjes e duan specifik. Është motor për mekanik që ka eksperiencë mbi këto mjete, jo çdo kush mund të fusi durën tek ky motor dhe ta bëjnë kështu siç është bërë në rastin konkret, ndrimi i vajit. Shikoni pra silikoni on fire në kapakun e filtrit vajit, gjë që është shumë e papranueshme. A kupton, sepse nuk mund ta bëjmë kapakun e filtrit me silikon sepse ka guarnicione sa dush për ta bërë të mundur një servis shumë korrekt edhe të pastër. Faleminderit.